Të moshuarit që frekuentojnë qendra ditore të moshës së tretë realizuan punime të ndryshme artizanale, të cilat u ekspozuan dhe u shitën në një ankan të realizuar nga Këshilli i Qarkut Korç. Çfarë keni sjellë në këtë panel? Disa punime kështu me gjilperë, nga kjo, dhe nga kjo me grep që kam bërë dhe yll në formë yjes, kam bërë edhe qendro kështu për tavolinë, kam bërë disa gjëra. Në këtë ankan kam sjellë disa piktura. E kam hobi, nuk jam piktore, i kam bërë tash në këtë moshë, e kam shumë qef, është një relaks i paparë dhe një antistres. Të ardhurat e përfituara nga ky aktivitet do të përdoren për mbulimin e nevojave dhe shpenzimeve të këtyre qendrave. Prej vitesh Këshilli i Qarkut i mbështet nëpërmjet fondit social këtë kategori, nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të tyre në qendra ditore, po dhe jo vetëm, edhe në shtëpitë e tyre. Këta njerëz që absolutisht meritojnë të jetojnë me dinjitet deri sa ata të kenë jetë, vazhdojnë dhe punojnë, japin kontributin e tyre, themi, dhe nëpërmjet punimeve që ata kryejnë apo bëjnë, dhe këto punime të tyre janë ekspozuar sot, është edicioni 2 dhe të ardhur që do të merren, si thua, nga ky ankan do të përdoren për mirë funksionimin e qendrave ditore dhe për aktivitete ndryshme në kuadër të kësaj kategorie. Risi e këtij edicioni ishte ekspozimi edhe i punimeve të realizuara nga frekuentuesit e qendrës ditore të zhvillimit Atelje dhe qendrës rezidenciale të zhvillimit,